ti e merr paralajmërimin që nuk je tu i deklaru motrat, vëllezërit e tu, atëherë mundesh me u përballë me procedurë penale. Dhe dihet se çdo deklarim i rem kur jep deklarat në betem është vepër penale. Deklarimi i trashëgimisë me familjarët është obligim ligjor, ndërsa të shumta janë rastet që janë konstatuar se pas vdekjes së pronarit legjitim të një prone të caktuar, nuk janë njoftuar trashëgimtarët për atë se çka ju takon. Në emisionin Kallëzo për një me, u diskutua raporti për të drejtat pronësore i cili përmban gjetjet dhe rekomandimet edhe për legalizimin e pronave, e që u theksua edhe fakti se ka raste të ndryshme kur qytetarët përmes dokumenteve të falsifikuara në mungesë të trashëgimtarëve legjitim tentojnë të tjetërsojnë pronat. Kreshni Gashi nga Kallëzo.com thotë se fillimisht institucionet paralajmërojnë bartësit e pronësisë për pasojat juridike që mund të kenë nëse nuk përfshin apo nuk deklarojnë vëllezërit e motrat në trashëgimi. Institucionet e kanë për obligim me të udhëzu cilat janë obligimet tua si qytetar, dhe në momentin kur ti e merr paralajmërimin që nuk je tu i deklaru motrat, vëllezërit e tu, atëherë mundesh me u përballë me procedurë penale. Sa mundet marrësi informacionit me kuptu informacionin drejt dhe sakt, kjo është çështje të cilën ne do të diskutu pastaj, se unë mendoj se në disa situata zyrtarët nuk mrin me e shpjegu tërësinë e aktit dhe përgjithësisë në këto situata. Këta njerëz të cilët mashtrojnë me trashëgimtar, këta përfundojnë në procedura penale, këta do të ndiqen penalisht. Problemin e kemi pas në disa situata kur rastet janë parashkruar për shkak të parashkrimit të ndjekjes ose për shkak të parashkrimit në gjatë procesit gjyqësor, dhe situata tash ka mbet pezull në këtë drejtim. Avokatja Saranda Keçekolla përmendi këtë fakt duke thënë se ka raste të ndryshme që ka hasur falsifikim të dokumenteve, ndërsa kjo vjen si pasojë e dënimeve të vogla në rastet të cilat trajtohen në gjykata. Saranda, ju jeni kontakt të drejt për drejt me pala. Janë të njoftuar për shembull palë të informuar për pasojat që munden me i pas ata? Atëherë, pikërisht këto fillon sepse edhe dëshmia mbi vdekjen në komunë nxirret me deklarat në mbetem. Dhe dihet se çdo deklarim i rem kur jep deklarat në mbetem është vepër penale. Po ashtu edhe te noteri, ku përpos trashëgimtarëve marrin pjesë edhe 2 dëshmitar, të cilët janë njerëz të afërt të personave të cilët i kanë ftu, vihen në dieni se deklarata është në mbetem dhe aty automatikisht përfshihen në veprime kriminale ku vjen në shprehje jo vetëm mashtrimi, legalizimi i përmbajtjes së rem, mirë po dhe deklarata e reme, ku si rezultat automatikisht pastaj lidhet procedura penale me procedurë civile. A ka zgjatje të procedura qoftën penale, qoftën civile, po patjetër se ka. Dhe pikërisht pakënaqësia e qytetarit është po aq e madhe dhe qytetarët me një farë forme dhe detyrohen që me bo zgjidhje, qoftë pothuaj se çdo 2-3 rast ku bëhet ndarja e pasurisë së përbashkët, po që se i deklarojnë shembull trashëgimtarët, fëmijët e trashëgimlënësit, në raste kur ndonjëri nga trashëgimlënësit ka vdekur, patjetër se dikush prej nipave, prej mbesave ka me met pa u përfshi në procedurë penale, dhe arsyeja pse qytetarët vazhdojnë akoma t'i bëjnë këto veprime është pikërisht mungesa e dënimeve. Raporti Ben Kosova për të drejtat pronësore është realizuar nga Fondi për Paqe Shtet Ndërtim të Bankës Botërore, në kuadër të projektit PIAKOS, i cili është zbatuar nga ATRC.